Mirë se erdhët në podcastin tonë Pro Ligj, një hapësirë tërësisht e dedikuar për ligjin, zbatimin e këtij fundit në mënyrë praktike, evidentimin e të drejtave tuaja dhe mbrojtjen e tyre. Sot kemi një të ftuar speciale, simpatike dhe karizmatike, kryetaren e Dhomës së Ndërmjetëve, zonjën Drita Avdyli. Drita, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për pranimin e ftesës. Faleminderit dhe ju për ftesën. Në fakt, Pro Ligj do jetë aty për qytetarin, për çdo problem dhe hall që kanë ato, për t'i dhënë një zgjidhje sa më të shpejta. Faleminderit shumë nga zemra. Drita, pse ndërmjetësimin? Po, në fakt, për shkak të zvarritjeve të proceseve gjyqësore, që shkojnë nga 7 deri në 15 apo 20 vite, kështu që tek reforma në drejtësi, erdhi dhe ligji i ndërmjetësimit, që sjell zgjidhjen shumë të shpejto, ligjore, dhe ku marrin pjesë palët vetë bashkë me ndërmjetësit në zgjidhjen e gjithë konflikteve dhe mosmarrveshjeve. Duke qenë se ti ke dhënë zë dhe vlerë ndërmjetësit dhe rolit të tij, cili është këndvështrimi jot dhe perceptimi jot për situatën ku gjendet ndërmjetësi sot në raport me ligjin? Tani, siç e tham, pra, ndërmjetësi është midis palëve për të zgjidhur dhe për të çuar palët në zgjidhje të konflikteve tyre, sepse të shkosh në ndërmjetësim është që të zgjidhësh konfliktin tënd shumë shpejto, në mënyrë shumë konfidenciale, nga 1 deri në 30 ditë. Pra, ti mund të jesh në proces gjyqësor dhe mund të shkosh lirshëm, paralelisht me të mund të shkosh në gjykatë. Mund të kesh kaluar një proces të gjatë gjyqësor dhe të dy palët shkojnë në ndërmjetësim, por kryesorja, që dhe qytetarët të kursejnë buxhetin e tyre, është që në fillim, në momentin kur kanë një konflikt, ato t'i drejtohen një ndërmjetësi. Është një zgjidhje shumë e shpejtë dhe shumë ligjore, sepse marrëveshja është një titull ekzekutiv. Do të thotë që nëse ne, pra duke krahasuar me zgjidhjet e gjykatës, ti e zgjedh vetë ndërmjetësin dhe jo si në gjykatë që të bien me short gjyqtari. Ku e gjejmë ndërmjetësin? Ndërmjetësin e gjejmë tek webi i faqes Ministrisë së Drejtësisë dhe i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve. Gjithashtu e gjejmë në çdo faqe të gjykatës, sepse gjyqtarët, fal ndryshimet të kodit procedurës civile, e kanë për detyrim që palët në seancën e parë, por dhe në çdo seancë, dhe në gjykatë apelit dhe në gjykatë lartë, i ftojnë palët që ta zgjidhin me ndërmjetësim. Nëse kjo ndodh praktikisht tek çdo gjykatë, në situatën që flasim, sa ka ndodhur me probabilitet që zgjidhjet të vinë ndërmjet ndërmjetësimit dhe jo gjykatave? Sa njerëzit e qytetarët janë koshient për këtë alternativë zgjidhjeje? Shiko, në fillimet tona, përpara 10 vitesh, askush nuk e dinte këtë zgjidhjen alternative. Në fakt, tani qytetarët janë ndërgjegjësuar, sepse ka më shumë para pastaj në xhepin e tyre, nëse zgjedhin ndërmjetësimin për të zgjidhur konfliktet e tyre. Sepse zgjidhja është më e shpejtë, është nga 1 deri në 30 ditë, mund ta ndërpresin nëse nuk i pëlqen, mund ta ndërpresin në çdo çast, por është kryesorja se nëse ato e zgjidhin brenda pak ditëve, zgjidhja është e menjëhershme. Do të thotë që është titull ekzekutiv dhe palët shkojnë drejt një zgjidhje. Dhe jo vetëm që zgjidhen konfliktet, gjë që nuk ndodh në gjykatë, sepse ne e dimë që në një vendim gjykate, njëra palë fiton dhe tjetra palë humb. Do të thotë që ky konflikt thellohet akoma dhe më tej dhe palët janë me kurrizë me njëra tjetrën akoma dhe më shumë në konflikt. Ndërsa në ndërmjetësim, të dyja palët fitojnë, por fitojnë dhe në kohë të shkurtër. Pra, jo vetëm zgjidhim konfliktin, por rregullojmë palët, marrëdhëniet midis palëve, pra kemi një drejtësi sociale dhe njerëzit nga kurriz kthehen ballë për ballë, gjë që miqësia dhe shoqëria mund të vazhdojë dhe në të ardhmen. Do të thënë praktikisht kemi një zgjidhje të shëndetshme, që kënaq jo vetëm zgjidhje të shëndetshme, të shpejtë, po ulim dhe ngarkesat e gjyqësorit. Do thotë, nëse gjykatat 10% ulin ngarkesat e tyre, do të thotë që dhe proceset që vazhdojnë me gjykat mund të zgjidhin çështjen e tyre para gjyqësori, duke u shkarkuar zgjidhje shpejto dhe problemet e tjera. Në terma më konkret, sepse jam e sigurt që çdo njeri që e dëgjon tani podcastin Pro Ligj bëhet kurioz nëse ndërmjetësimi mund të jetë pjesë e sferës penale, civile apo asaj administrative. Po kjo një pyetje shumë interesante dhe për dëgjuesit dhe për qytetarët. Në fakt, me ndërmjetësim zgjidhen të gjitha llojet e konflikteve. Pra kemi 3 lloje ndërmjetësimet, përpara se ti drejtohemi gjykatës, kur jemi në gjykatë mund të shkojmë në ndërmjetësim paralelisht me procesin gjyqësor, por dhe kur kemi kontrata notariale, ku ndërmjetësimi është përfshirë aty në rast të konflikteve. Tani çfarë zgjidhim me ndërmjetësim? Zgjidhen divorcet.
divorcet zgjidhen shumë shpejto, mundet qytetarët, sepse gjysma e popullsisë është në emigrim, mund të zgjidhet online dhe vetëm me një seancë duke miratuar aktmarrëveshjen e ndërmjetësimit. Do të thotë, nëse ne shkojmë për zgjidhjen e martesës në proces gjyqësor, kemi një gjyq që ka 3 shkallët e saj për zgjidhjen e martesës dhe për pasojat, kemi dhe një gjyq tjetër për ndarjen e pasurisë. Nëse palët kanë informacion apo avokatët cilin klientët e tyre tek një ndërmjetës, të dy gjyqet bashkohen në një dhe mendon me një marrëveshje ndërmjetësimi që vetëm një seancë miraton këtë dhe e kthen në urdhër ekzekutiv. Jo vetëm në çështjet familjare, po në marrëdhëniet e punës, po në çështjet civile, sidomos tek çështjet e biznesit, jo vetëm kaq, por kemi dhe tek çështjet penale. Në fakt, sipas kodit procedurës civile, se më pëlqyen dhe librat që keni renditur këtu, në nenin 59 të kodit procedurës penale zgjidhen 13 lloje konfliktesh penale me ndërmjetësim dhe ke 289 zgjidhen 11. Do të thotë që nuk ka më paditës dhe i paditur, palët janë të barabartë dhe zgjidhin konfliktet e tyre dhe është më e bukura që nuk marrin atë certifikatën e gjendjes gjyqësore të dënuar. Një zgjidhje reale dhe shumë e bukur është kodi i përtmiturit. Pra, të gjithë të rinj deri në moshën 21 vjeç, nëse kryejnë vepra penale, nuk dënohen, por prokurori i zgjidh me një ndërmjetës nëpërmjet një akt marrëveshje me ndërmjetësim. Do të thotë që ndërmjetësimi, nëse të gjithë qytetarët kanë njohuri, ose avokatët i sjellin në ndërmjetësim, jo vetëm që zgjidhin shpejt konfliktet e tyre, ruajnë marrëdhëniet midis palëve, janë shumë konfidencial, por nuk ka më të dënuar pastaj në gjykata, sidomos çështjet penale, sepse dhe këto gjithë proceset gjyqësore që janë të stërgjatura dhe njerëzit që janë në përburgje, të gjitha paguhen nga taksat tona. Kështu që sa më pak konflikte, aq më shoqëri të shëndetshme kemi. Duke qenë se të qëndrojmë pak tek divorci, sepse e di që është temë sensitive, në këndvështrimin tënd dhe nga praktika jote, tek ndërmjetësimi adresohen vetëm ato martesa që duan të përfundojnë në divorc, që nuk kanë konfliktin agresiv, apo të ka rezultuar që vinë edhe njerëz që po ndahen me konflikt dhe kanë finalizuar një marrëveshje ndërmjetësimi në mënyrë paqësore, duke përdorur ndërmjetësin si një lloj, a jeni ju psikolog? Në fakt, një ndërmjetës, kjo pyetje është shumë interesante, një ndërmjetës nuk është detyrimisht jurist. Pra mund të jetë një profesioni të caktuar, mjafton që të ketë mbaruar programin e 2 të shkallës master dhe dhoma kombëtare e ndërmjetësve bën një trajnim afatgjatë 1 vjeçar dhe ministri i drejtësisë pastaj licenson ndërmjetësit. Tani dalim ke pyetja sidomos tek çështjet e divorcit. Shiko, nëse një familje është e pashëndetshme, ka konflikte brenda asaj, është shumë mirë që të zgjidhet shumë shpejto, pasi të gjithë do të çlirohen nga këto mekanizma pengues dhe sidomos dhe fëmijët nuk janë të shëndetshëm nëse rriten në një familje me konflikte. Kështu që ndërmjetësimi përdoret jo vetëm në gjithë kur këto çifte kanë vendosur të ndahen, pra mund të vinë të dy bashkëshortët bashkë, por mund të vinë dhe veçmas, sepse nuk duan të atakojnë njëri tjetrin pasi situata e konflikteve apo e dhunës psikologjike që mund të jetë në familje ka arrit në pikun e tyre, por e rëndësishme është sepse ato dialogojnë të dy, jo për vendimet që vendos gjyqtari, për zgjidhjen e pasojave të divorcit. Pra nuk do jenë bashkëshort, po do jenë prindër të mirë për fëmijët e tyre, që do ketë një zgjidhje pa strese dhe do jenë aksioner të pasurive të tyre. Por do i sugjeroja gjithë qytetarët që të kalonin një herë në një terapi në çift, sepse ne na shohin tani, shiko, këto ndërmjetësit të ndajnë shumë shpejt. Po, sidomos tek ne po vinë avokatët që kanë klientët e tyre që po sorollaten gati 2-3 vite për të divorcuar në gjykat. Pra, është tërësisht edhe pashëndetshme, edhe një rrugtim i gjatë ligjor që sjell pasoja ndonjëherë më të rënda, sepse pastaj shohim gratë dhunuara ndoshta. Patjetër, po jo, pastaj palët duan të ndërtojnë ndoshta dhe një jetë të re. Kështu që janë të lirë pastaj të çliruar nga ky peng që i kanë mbajtur dhe të shkojnë rreth. Ma konkretizo të lutem. Në momentin që dy partner ose dy ish partner, le ta quajmë në këtë rast, kanë një marrëveshje ndërmjetësimi me ju, cilat janë hapat e tjera ligjor për regjistrimin e kësaj marrëveshje që statusi i tyre apo gjendja civile mos ju dali i martuar, por i divorcuar e divorcuar. Sigurisht, nëse vinë tek një ndërmjetës, thash,
ullet ngarkesa e gjyqësorit, por dhe koha që shkon e zgjidhjes në gjykat. Pra tek ne, nëse vinë palët dhe bën një akt marrëveshje, vetëm një seancë pastaj bëhet në gjykat për të miratuar këtë akt marrëveshje. Pra, shiko, palët vetë do e ndjejnë që jo vetëm është një zgjidhje e shëndetshme, e shpejt, po është dhe ligjore. Sigurisht është në ndihmë të emigrantëve, sepse nuk është nevoja më të vinë të humbin kohën, të humbin punën, po ndofta do ketë dhe kosto të avionit, ndofta kur vinë këtu gjyqtarin atë seancë nuk është, pra zgjidhja me ndërmjetësim online e bën atë që të ketë vetëm një seancë në gjykat. Pra janë zgjidhjet, themun, në klapa moderne, por që janë shpëtim për shoqërinë. Do me thënë, duke qenë se na dëgjojnë shumë të interesuar në këto momente, për të gjithë ju që keni punën tuaja jashtë shtetit, nuk gjendeni në Shqipëri për arsye nga më të ndryshme, mund të gjeni si zgjidhje ndërmjetësimin për të realizuar atë dhe online, në mënyrë tërësisht praktike dhe moderne, për ta definuar marrëveshjen. Mund ta gjeni atë tek ndërmjetësit, tek lista, tek gjykata, e thash më përpara, në faqen e Ministrisë së Drejtësisë apo në faqen e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve. Po jo vetëm tek divorcet. Pasojat e divorcëve, takimet e nipërve me gjyshët apo ndarja e pasurisë është një zgjidhje ideale me ndërmjetësim, sepse palët nuk kanë më nevojë që të grindën për të ndarë me luftë çka kanë bërë gjatë gjithë regjimit martesor, pasurinë e tyre, por nëpërmjet dialogut dhe nëpërmjet ndërmjetësi, ato vinë drejt një zgjidhje që e pranojnë të dy palët. Dhe sigurisht që është, përderisa e sugjerojnë vetë, vjen një moment që dhe e pranojnë. Pra është e shpejt, është ligjore, është dhe një drejtësi sociale. Por nuk jemi vetëm tek divorcet, çështjet e biznesit. Qëndrojmë tek çështjet e shoqërive tregtare, për shembull. Nëse ka marrëveshje ndërmjet shoqërive tregtare, ato duhet specifikisht ta përmendin ndërmjetësimin si alternativë para gjykatës në ndonjë përmbajtje të ndonjë neni kontrate? Kjo do ishte ideale. Po kjo do ishte ideale në fakt, dhe në fakt të gjithë kontratat, pra ne kemi bërë një marrëveshje me dhomën e noterisë, ku të gjithë dokumentat, kontratat, akt marrëveshjet e 2-3 palëve të kenë aty rastet e konflikteve, mirë, dhe të shoqërive tregtare, po dhe të bizneseve, të SHPK-ve, po dhe personat fizik, apo në çdo kontratë shitje apo blerje, të shënohet që në rast të konflikteve të shkohet në ndërmjetësim, pastaj në gjykat. Pra ky është rasti i tretë që gjykata nuk i pranon këto rastet pa kaluar në këtë seancë të ndërmjetësimit. Por dhe vetë qytetarët, edhe nëse nuk ja referon një ndërmjetës ose nuk ja referon noterit, duhet të zgjidhin alternativën e tyre shumë më të shpejt. Për këtë biles në zgjidhjet alternative për biznesin ka lindur tashmë dhe arbitrazhi, gjë që do jetë në ditët e ardhme, ndofta dhe një podcast tjetër, vetëm për biznesin dhe për shoqëritë tregtare. Po në ndërmjetësim zgjidhen shumë bukur marrëdhëniet e punës midis punëdhënësit dhe punëmarrësit në moment kur janë prishur balancat midis tyre. Që nuk ka më ekuilibra dhe pikërisht. Sidomos nëse kemi largime, kisha rastin e një punëdhënësi me një kryetar bashkie, për cilën gabimisht ishin shprehur në librezën e punës dhe ai nuk merrte dot dhe pagesën e asistencës sociale për shkak të një gabimi që ishte bërë në librezën e punës. Që do të thotë që kishin bërë shkurtim pozicioni që të bën ty të përfitosh nga, por e kishin shkruar? E kishin shkruar, largohet në mënyrë të padrejtë nga puna, gjë që solli që ai mos merrte asistencën sociale. Ky rrugullim u bë me ndërmjetësim, sigurisht që palët dhe bashkia mori pjesën e detyrimit të saj, por dhe ky punonjës nuk donte të rikthej më pasi ishin prishur, thashë, ekuilibrit midis punëdhënësit dhe punëmarrësit, por ama vazhdoi punën e mirë dhe punën e qetë pas një kësaj mosmarrëveshje që kishte midis tyre. Kemi, me fjalë, në ditës e sotme, në ndryshimet ligjore, kemi dhe marrëveshje ndërmjetësimi midis institucioneve publike dhe punëdhënës punëmarrës, me palë shtet. Do me thënë edhe shteti mund të jetë... Po, ke ndryshimet ligjore në 2018 kemi futur zgjidhjet me ndërmjetësim dhe në çështjet në administratën publike. Sigurisht në takimet e para nuk kanë informacion, por nëpërmjet proligjit ju do jepni informacion dhe zgjidhje jam shumë e bindur që do jepni zgjidhje konflikteve të qytetarëve shqiptarë. Ashtu siç unë jam e bindur që ju ndërmjet ndërmjetësimit do arrini të jepni zgjidhje shumë praktike, të shpejta dhe efikase,
Duke qenë se e theksuam disa herë që ky podcast do të ketë natyrë praktike për mënyrën se si funksionojnë ligjet, dua të bëj një pyetje tjetër për zonjën Drita. Drita, si është përcaktimi juridik i marrëveshjes së ndërmjetësimit? Ai thatë ju është titull ekzekutiv, në mënyrë të menjëhershme bëhet titull ekzekutiv, në cilat raste shkohet dhe adresohen në gjykatë palët për të lëshuar urdhrin e ekzekutimit për të vijuar me procedurat e mëtejshme. Po. Në fakt që ta bëjmë më të lehtë për qytetarët, sidomos tek çështja e pronave është e rëndësishme sepse aty është më konfliktet që ndizen akoma dhe më shumë, sidomos kohët e fundit, palët vinë në ndërmjetësim dhe arrin një marrëveshje që është titull ekzekutiv. Dhe kjo marrëveshje është e ekzekutueshme, thamë është titull ekzekutiv, po për personat që s'kan njohuri juridike, është një lloj si vendimi i gjykatës së apelit. Do të thotë që ekzekutohet në momentin që firmoset. Nëse palët njëra nga palë nuk e zbaton, atëherë pala tjetër shkon për lëshim urdhje ekzekutiv në gjykatë. Pra, nëse kemi pas një rast për shembull, do keni dhe raste ju shumë herë tani tek podcastet tuaja, disa kohë më përpara, një nga emigrantët në Itali gjatë kontakteve që kishte dhe ka pan televizor, erdhi u drejtua ndërmjetësimit. Ai në fakt kishte kontribuar gati 17 vite për të ndërtuar një ndërtesë trekatëshe dhe për arsye që ne dhe shqiptarë duam zgjidhje të shpejta, kishte ardhur dhe për gjoja për të kursyer komisionet bankare, i kishte sjell lekët me kesh vllai i vogël. Vllai i vogël në rrethinat të Tiranës kishte bërë ndërtesën për 3 kate, për të 3 vëllezërit, dhe meqense ishte personi që ishte drejtuar për legalizim, kjo ndërtesë 3 kate doli në emrin të vllait vogël. Gjë që solli një konflikt midis 3 palëve, 3 vëllezërve. Palët erdhën, vllai që ishte në Itali, në fakt, nuk gjeti zgjidhje me vëllezërit, me biseda, kështu që ju drejtuan ndërmjetësimit. Ne sigurisht që patëm 2-3 takime shumë të vështira, por në fund fare duke parë dhe vllai një ndër vëllezërit që ishte pa mundur që të vazhdoj me kokë forci dhe erdhi në ndërmjetësim, sepse nuk justifikonte pasurinë që kishte ndërtuar këtë pronë. Kështu që mos hynte akoma dhe më shumë në vepra të tjera që mund të konsiderohen penale apo konflikte brenda familjes, e zgjidhën me ndërmjetësim dhe kjo akt marrëveshje u regjistrua direkt në hipotekë. Do të thotë që çdo person mori atë që donte. Ky personi që kishte kontribuar, pra vllai i madh kishte kontribuar më së shumti me paranoi që të merrte një kat dhe pjesën tjetër të ndajë në mënyrë të barabartë me vëllezërit e tyre. Pra, ndërmjetësimi ka këtë të mirë, që të çon palët vetë në zgjidhje, do thotë jep gjithsekush opsionin e vet. Dhe pastaj merret opsioni më i mirë. Dhe në këtë rast, kur firmoset dhe vulloset nga vulat që merren në Ministrinë e Brendshme, ky kthehet automatikisht në një titull ekzekutiv. Unë e thash dhe më përpara, nëse njëra nga këto palë nuk e ekzekuton, atëherë pala tjetër i drejtohet gjykatës. Po nëse palët janë dakord, kjo akt marrëveshje regjistrohet direkt në hipotekë dhe këtu i gjithë konflikti shuhet. Do me thënë, ndërmjetësimi i bën njerëzit të xherojnë konfliktet dhe vëllezërit me vëllezërit të mos të arrijnë ato metoda tipike shqiptare që mos flasin. Po, patjetër, biles, tek ligji bashkëpronësisë që ka dalë tash në korrik, i jep një rol shumë të madh ndërmjetësit në konfliktet që kemi në bashkëpronësi, tek komuniteti, në pallat, për shumë konflikte që mund zgjidhen shumë shpejt nëpërmjet një ndërmjetësi që do të merret nga administratori. Do me thonë, e keni të qartë që ndërmjet podcastit tonë për ligj do kuptoni që ligji gjendet kudo me ju dhe jep zgjidhje, por duhet të njihni metodat që ligji ka dhe alternativat që ai jep për ta zgjidhur në mënyrë sa më efikase një problem. Pra nuk është nevojë të dim ligjet, mjafton sa të keni një konflikt të kujtoni një ndërmjetës dhe ai do jetë aty shumë shpejt dhe shumë pak i kushtueshëm për zgjidhur gjithë konfliktet tuaja. Për të gjithë njerëzit që kanë nevoja, shpresoj që ky podcast të arrijë qëllimin e vet final, që të jetë informativ, praktik, dhe që njerëzit të drejtohen tek njerëzit e duhur dhe tek profesionistët e duhur, si zonja Drita Avdyli.
e cila ishte një kënaqësi shumë e veçantë që të kisha prezente sot këtu. Faleminderit, po jo vetëm drita, ne jemi 113 ndërmjetës në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe përveç se japim zgjidhje nëpërmjet ndërmjetësimit, po ulim dhe korrupsionin në sistemin e drejtësisë, gjë që është paksa shqetësuese për qytetarët dhe rikthejmë besimin tek organet drejtuese. Domethënë, me ndërmjetësim ulet dhimbja e kokës për të gjitha hallkat, prokuror gjyqtar dhe ekuilibri është ndërmjetësimi. Sigurisht dhe më shumë para në xhepin tuaj, nëse doni një zgjidhje të shpejtë dhe me ndërmjetësim. Faleminderit shumë. Ky ishte episodi i radhës i ProLiq i hapësirës tuaj. Na ndiqni për episode të tjera, të cilat do të jenë, siç e thash dhe siç e theksova, informative, shumë praktike përsa i takon zbatimit të ligjeve të ndryshme, sepse ligjet janë themeli i të drejtave dhe i jetës tuaj të përditshme.